Na dhëm vëndi jone. Që ti dalim bëj pyetje unë ty. A i kujtoni pitë Amerikës ti në vitet 70-80? Po. Po qa bën ata? Ata më degenerim se kanë bë ata, s'ka bën në i rini. Po, për sot... Jetonin pyll, jetonin pa partner... Të lutem përgjigju pak pyetjes, të lutem. Prit 10 sekundë. Po s'është gazi moderatori këtu, po bëjmë në pyetje, hajde. Do dalë, prit 10 sekundë. E ke parasysh ti si mund thonin në Amerikë atëherë ata që ishin tradicional, u shkatru, erdhi fundi botës e të gjithë. Ata bën Amerikën. Kur ata u bën, për fëmijët e tyre u bën më të mirët për të edukuar. Kështu që po se kalove i fancë, se ne mos harro, se ne vije 70-80, ne nuk i kemi kalu. Ne këtu në Shqipëri. Gaz, stop. Penaltia jote. Do me thënë, ideja është kjo që për të ndërhyrë në nivel shoqëror tek adoleshentët, duhem bërë në mendimin tim modest 3 ndërhyrje. E parë njëri duhet dhënë mundësi këtyre adoleshentëve. Çfarë do të thotë mundësi? Si mund t'i largosh nga rruga? Me aktivitete. Si mund t'i largosh nga vendet narkotike, ju nuk e keni iden se sa konsumoni. Me aktivitete. Si mund t'i largosh nga fakti shoqërive të gabuara? Me aktivitete. Pra ti thua nuk ka fusha, nuk... Po, muzika, arti, gjitha. Do me thënë, flasim për aktivitete. Arti, muzika, sporti, kinemaja, e çfarë do lloj gjë. Sepse adoleshenti... Që ambicjet e tyre janë të bëjmë dikush në këtë punë. Eksakt. Adoleshenti është një individ që s'di çfarë do, s'di kur e do, s'di si ta bëj, dhe thot, shiko, sa më shumë të dëgjoj, hajtë se po e dëgjoj, ama ndërkohë që dëgjon sqarohet. Pra një janë elementet e aktivizimit të tyre. E dyta janë elementet të marrjes në konsiderat. Adoleshentët nuk para pyeten si mendon ti. E di unë, thot mamaja, e di unë, thot babaj. Që dhe po ta ketë gabim. Me që e di ti, mama, dhe ti baba bëj si të duash, unë do bëj si të dua. Dhe treta, në mendimin tim personal, që është thelbësore për këta të rinj, është që këta të rinj duhet shohin realitetet diferente. Po nga kush të vi realiteti? Nga prindër që s'kan jetuar realitetin e tyre? Nga kush të vi? Nga prindër të cilët në momentin që shohin diçka bashk, prindi thotë dhe si vem në asifaj atyre prindëve, po themi që aftësia e tyre nuk është e atill që... Prindi në këtë shoqëri... Ka prindër pra të ka bërë një wow, këtë ka të përgjës bë wow fare. Prindi në këtë shoqëri... Këtë shoqëri është viktima. Unë nuk e tani janë bërë një loj tani, s'ka. Do me thëmë, prindi është viktima e, nëse do marrim realitetin shqiptar, e 30 viteve të politikave të bëra gabim, ku sot nuk kanë kohë të rinë me fëmijët, nuk kanë kohë të rinë me veten, nuk kanë kohë të sigurojnë ambiente të qeta, nuk kanë kohë në fund të rinë dhe të shohin dhe veten e tyre, sepse